që muloj gjithë qytetin dhe këngësjen gëzueshëm derdhet jeta me mira drita dhe i poetin dhe u frymëzimi tek ti e jeta nata e qetë muloj gjithë qytetin dhe këngësjen gëzueshëm derdhet jeta me mira drita dhe i poetin dhe u frymëzimi tek ti e jeta ti këndoj, qyteti ti këndoj ku shohës time ti këndoj këngën time të rinjit këngën time të dashurit ti këndoj, qyteti ti këndoj ku shohës time ti këndoj këngën time të rinjit këngën time të dashurit Sa më pëlqen perëndimi i diellit e horizontit të shoh kur me fat e qytetarët në lyje të qiellit që shtisin në të qetin par sa më pëlqen perëndimi i diellit dhe horizontit të shoh kur me fat e qytetarët në lyje të qiellit që shtisin në të qetin par ti këndoj, qyteti ti këndoj ku shohës time ti këndoj këngën time të rinjit këngën time të dashurit ti këndoj, qyteti ti këndoj ku shohës time ti këndoj këngën time të rinjit këngën time të dashurit këngën time të dashurit Deri lart, bëhemi për Shqipërinë, s'ka bërë tani e kuptoj. Jo, nuk vjen nga kjo rrugë. Përkohë. No, che mi danno pietre. Sì, sotto i milioni, si scuola. Sì, è bello.
Ata më thonë që ai është deputet, jo, sa ti s'është deputet, ti je ministër. Jo, ne nuk jemi deputet, jo sa ti je. Ne zgjodhim deputetë dhe pastaj qeveria Unë s'kam votuar. Votoj shumica. Unë jam ministër dhe Votoj shumica. e kemi ministër, e ke marrë. Hadi Dovajza. Më lërë sa e që vetë i bukuraj, më lërë.
të ftuar që na nderoni me pjesëmarrjen tuaj në këtë ditë kaq të bukur festive. Sot për qytetin tonë të bukur, Kuçovën tonë, është një ditë shumë e veçantë. Edhe dielli sot ndryshon kaq bukur, ngroh dhe rrezaton kaq shumë për t'i dhënë festës tonë sa më shumë gjallëri. Sot të gjithë jemi të gëzuar. Qyteti ynë buzëqesh dhe ne bashkë me të qeshim, gëzojmë, luajmë dhe ndërojmë pa harruar të ngrimë syt larg nga qielli për të parë fluturimin e Shqiponjës së lirë 81 vjeçare. Fluturimi që mori udhën përmes krismave me hallet dhe zemrat e prengosurave të nëna për djemt e nisur maleve. Përmes lotët dhe gëzimit përshëndesim qyteti ynë, që sot mbush 81 vjeç lirëshitëve. Ftojmë për fjalën përshëndetse kryetarin e bashkisë, zotin Kreshnik Hajdar. I nderuar zoti ministër, i nderuar zonja prefekte, të nderuar familjarë të veteranëve dhe të dëshmorëve të ADEUT, të dashur bashkëqytetarë, miq dhe të ftuar. Gëzuar të 81 vjetorin e çlirimit të Kuçovës nga pushtuesit nazifashist. Sot, në këtë ditë shënuar për qytetin tonë, ne ndalemi për të kujtuar, për të nderuar dhe për të reflektuar. Kjo nuk është thjesht një datë historike, është një gur themeli i identitetit tonë, i qendresës dhe i krenarisë së këtij qyteti. Liria nuk është vetëm çlirimi nga armiku jashtë. Liria është përgjegjësi, është drejtësi, është e drejta për të jetuar me dinjitet, por dhe detyrimi për të respektuar dinjitetin e tjetrit. Është një thirrje e përhershme për përmirësim, për zhvillim dhe progres. Në këtë ditë, qyteti ynë u shirua nga robëria, fal gjakut të derdhur të bijave dhe bijve më të mirë të tij. Dëshmorët tanë nuk e patën luksin të zgjedhin një jetë qetë. Ata zgjodhen sakrificën. Lam pas familjen, rinin, ëndrat, për të na lënë ne një amanet të shenjtë, lirin. Çlirimi i qytetit tonë nuk ishte një dhuratë. Ishte rezultat i sakrificës, i qëndresës dhe i guximit të njerëzve të zakonshëm që u bën heronj. Ishte fryt i bashkimit, i një ideali më të madh se vetja, i lirisë. Dëshmorët nuk liqen për t'u harruar. Ata jetojnë në çdo gur të këtij qyteti, në çdo flamur që ngrihet lart, në çdo hap të lirë që ne bëjmë në rrugët e vendit tonë. Sakrifica e tyre është themeli mbi të cilin ne duhet të ndërtojmë të ardhmen tonë. Kuçova është një qytet që nuk është këtu nga rastësia. Është këtu më së shumti fal atyre që dhanë jetën për këtë qytet, si Gaqi Karakashi, Xhoxhi Tumani, Timi Tame, Kafil Skëndo, Lazar Kuli, Ajet Gjindole, Vasilaj Tanku, Ekuran Qerenishi, Vesel Qyqe, Shefi Zhuri e shumë të tjerë që ranë për çlirimin e Kuçovës, krahas mira të tjerëve të ranë për çlirimin e mbash Shqipërisë, e Trojës dhe tjera jashtë kufirit. Më lejoni të përmend edhe dëshmorët më të rinj të qytetit tonë, si Astrid Suli dhe Donald Hoxha. Të gjithë këta vunë më të shtrenjtin gjë jetën e tyre në themel të këtij qyteti, të Shqipërisë dhe historisë. Na jemi për jetë mirënjohës. Në këtë ditë të shënuar, përulemi me respekt para kujtimit të gjithë atyre që luftuan për lirinë tonë. Le të ndalemi pak çaste për të kujtuar me nderim të veçantë një figurë të nderuar të qytetit tonë dhe të luftës antifashiste nacional shërimtare, Sofokli Tere, i cili u nda nga jeta vetëm pak javë më parë. Sofo ishte nga ata njerëz që historia e njeh jo vetëm për vepra, por edhe për qëndrimin dhe besnikërinë e palëkundur ndaj idealit lirisë. Ai u bashkua në luftë që në fillimet e saj, duke kontribuar si me mundësitë materiale ashtu dhe me armë në dorë në forcat territoriale të krahinës Malëshovës e më vonë në radhët e brigadës 10 sulmuse, ku qëndroi deri në çlirimin e plotë të vendit. Por jeta dhe kontributi i Sofoklit Teres nuk përfunduan me çlirimin e ADEUT. Me të njëjtin përkushtim me dashuri, ai vazhdoi të jap ndihmën e tij për ndërtimin e vendit, duke shërbyer me përgjegjësi të lartë në uzinën e riparimit të avionëve dhe më pas në regjimentin e avionëve deri daljen në pension. Përveç se luftëtar dhe profesionist, ai ishte edhe një drejtues i respektuar i organizatës së veteranëve, ku me përkushtim, mençuri, punoi për ruajtjen e kujtesës historike, për bashkimin, për fajësimin e denjë të atyre që sakrifikuan për lirinë. Humbja e tij le një boshllëk të ndjeshëm mes nesh, por edhe një shembull të fortë për t'u ndjekur. Sofo jetoi me thjeshtësi, punoi me nder dhe u largua me dinjitet, duke u lënë brezave të rinj trashëgimit të çmuar, dashurinë për vendin, ndeshmërinë dhe përgjegjësinë qytetare. Le ta kujtojmë gjithmonë me respekt dhe mirënjohje të thellë. Të dashur qytetarë,
Dita e shërimit nuk është vetëm fest, është një ditë kujdesi, reflektimi dhe angazhimi. Ne nuk kemi më ardhë në dorë, por kemi fjallën, votën, mendimin, dijen dhe punën. Le t'i përdorim ato me përgjegjësi. Le ta duam qytetin jo vetëm me fjalë, por me vepra. Le ta bëjmë çdo ditë më të jetueshëm, më të drejtë, më të zhvilluar. Lavdi për jetë luftës antifashiste nacionale shqiptare, lavdi dëshmorëve të qytetit tonë. Faleminderit. Ftoj tani deputetin dhe zotin Ervin Dema. Të nderuar familjarë dëshmorëve, të nderuar veteran, bashkëqytetarë të Kuçovës, zonja dhe zotëri. Sot jemi mbledhur këtu jo thjesht për të kujtuar këtë datë të lavdishme për Kuçovën, por për të lexuar një faqe historie që ne kemi në zëmë. Kuçova, qyteti i punës, i njerëzve të drejtët palodhur, u qirua në 18 tetor 1924, që atëre kjo ditë është bërë, në fakt, një pikë referimi, përsa i përket idealizmit që gjithë ne duhet ta kemi si busull orientimi, për atë çfarë ne mund të bëjmë për të vend të mrekullueshëm. Unë jam i bindur që gjithë ata dëshmorë dhe veteranë Kuçovës dhe në fakt të gjithë qarkut Beratit, nuk janë vetëm emra në pllaka mermeri apo në rrugë qyteti, por janë në fakt busull orientimi, sidomos për brezin e ri, i cili duhet kuptojë që kjo që ne kemi sot dhe ajo çfarë ne gëzojmë, qoftë edhe nga liria, që ne kemi tashmë si oksigjen të përditshëm, ka ardhur fal sakrificës sa atyre të rinjve 81 vite më parë. Ne shpeshherë ne harrojmë që ato çfarë ne gëzojmë sot nuk na janë falur, por janë fituar me shumë sakrificë deri në atë sundi. Dashur miq, kjo ditë nuk është vetëm e së shkuarës. Ajo na flet për të sotmen dhe të ardhmen. Si ministri i shtetit për pushtetin vendor dhe si deputet i qarkut Beratit, unë ndjej këtë përgjegjësi çdo ditë që të kthejmë frymën e 18 tetorit në punë konkrete. Në më shumë shërbime cilësore për zonën tonë, shumë infrastrukturë që shërbejnë qytetarit, në mundësi për të rinjtë tanë që ndërtojnë të ardhmen e tyre në këtë tokë, kaq të fryqme. Unë jam i bindur që të gjitha ata të cilët janë rritur me frymën atletare dhe gjitha ata të cilët kanë pasur fatin, kanë folur me ata të cilët kanë dhënë sakrificë dhe kanë qenë pjesë e qetave partizane dhe kanë luftuar për të mirën e këtij vendi. Unë besoj që ne çdo ditë duhet, duke filluar nga shkollat, por patjetër secili prej nesh në pozicionin e vet, t'ia përcjelli këtë frymë të gjithë të rinjve, sepse vitet kalojnë, por rëndësia e asaj lufte të jashtëzakonshme sot është më e rëndësishme se kur. Bota sot po kalon ditë të vështira. Në fakt lufta është më afër se kur, edhe për sa i përket vendit tonë. Ukraina duhet larë, por nuk është dhe larë. Ne sot ndihemi më të sigurt, por në fakt koha po tregon që gjërat nuk janë aq të sigurta. Prandaj ne duhet jemi gjithmonë të qartë dhe të sigurt se vendin e bëjnë ata të cilët jetojnë në atë tokë. Dhe sigurinë e japin ato breza të cilët janë të gatshëm të sakrifikojnë për sigurinë e vendit tyre. Prandaj unë doja ta mbyllja edhe një falënderim për forcat e armatosura dhe gjithë ata të cilët e bëjnë Shqipërinë më të sigurt çdo ditë. Faleminderit gjithëve, edhe gëzuar këtë ditë të rëndësishme për gjithë zonën tonë dhe lavdi dëshmorëve. Gëzuar. Faleminderit ministër i shtetit për pushtetin vendor, zoti Ervin Dema. Ftoj tani kryetarin e organizatës së veteranëve, zotin Shpëtim Nishani. Të dashur bashkëqytetar të Kuçovës, të nderuar pasazh veteran të dashur, i nderuar ministër i shtetit,
shoku Ervin Dema, i nderuar kryetari i Bashkisë Krishna Hajdari, të nderuar presidenti, të nderuar miqtë të ftuar. Festojmë sot 81 vjetorin e çlirimit të Kuçovës, duke përkujtuar me respekt dhe konsiderata të veçanta brezin e prindërve tanë, partizanët tanë Trima, të cilët luftuan dhe çliruan në 8 tetor 1924 qytetin e Kuçovës. Historia e kombit tonë është histori e lavdishme, dhe brezat në çdo kohë të saj dëshmojnë traditat më të mira të këtij kombit. Nuk ka fatkeqësi më të madhe për një kombë ku çaqet caktore politike duan të harrojnë, të denigrojnë, të shkelin vetëm një nga epopetët të lavdishme të këtij populli, luftën antifashiste nacionale shqiptare. Por kjo s'ka për të ndodhur, por do të mbrohet fuqishëm në organizatat e veteranëve dhe pasardhëve të veteranëve të Lançit dhe organizata e familjes dëshmuar, siç është bërë deri më sot. Ne veteranë dhe pasardhë veteranë do jemi gjithmonë në mbrojtje të vlerave historike të Lançit dhe të simboleve të saj. Kemi mbështetur dhe do të mbështesim çdo forcë politike që mbron vlerat e luftës antifashiste nacionale shqiptare. Lufta historike për çlirimin e Kuçovës, jo vetëm sot kur janë të gjallë të gjithë faktorët përbërës së kësaj lufte dhe veteranët e saj, por dhe nesër nëpërmjet vazhdimësisë me pasazhin, brezit të rinj do ta transmetojnë tre epopetë lavdishme të popullit tonë në një dekadë tjetër. Kuçova e revoltës së parë të punëtorëve shqiptarë, shforceu përmes grevës e 11 shkutit të 36-s, kundër shfrytëzimit. Kjo greve naftarëve ku lindësh në ditët e parë kundërshtimit, pushtimit dhe shtypjes, e cila u shoqërua mëtej me sabotime dhe veprime luftarake të kësaj guerrille, qetës partizane Kuçova e formuar në 2 dhjetor të 22-shit, për të vajtur në 25 korikën 23-shit me formimin e batalionit partizan Kuçova, në fshatin Shejës, e cila si jetë festoi 80 vjetorin e saj dhe u përkujtua dhe u festua me madhështi. Për zhvillimin e këtij aktiviteti nuk mund të jetë pa përshëndetur të nderuar të gjitha që pjesë në organizimin e teatrale të muzikshme, si Bashkia Kuçovë, por në mënyrë të veçantë në fund të organizacionit të shkollës, Reis Patriku Shejës. Lidhje e pastërimit të beratës shtabit të gjithë në Ushtrisë Nacionale Shqiptare arrit në konkluzionin se ishte ardhur momenti i çlirimit të Kuçovës. Pas regjistruar Gjerman, forcat partizane të grupit të Skaparit, batalionit Kuçovë, si dhe forcat e grupit Kuzëqes, e ndojnë në Andrikon Kemba Kembës. Pa u shkëputur të tjerë në Urekuqit, duke e bërë kështu që të shtoj dhe plani i komandës gjermane për edhe në herë të urën sa Sandeu dhe të centralit elektrik Kuçovës. Bazën e një luftire të gjashme gjatë gjithë asaj nate, në mëngjesin e datës 18 tetor 24, Kuçova u krije çliruar nga pushtuesit e fascistë gjermanë. Dhe të datë shënuar për Kuçovën, ne nderojmë dëshmorët të angjëlla njëtër dhe vjetjetër të gjashme të pabarabata në numër dhe në armative, dhe pushtuesit e uaj dhe bashkëpunëtorët e tyre, si Timritane, Tabucendo, Del Karakashi, Vokan Privu, Lozan Kur, Ajit Zindoli, Stefan Greu, Gjorgje Trimani, shumë e shumë të tjerë. Kuçova përmes grupit të pushtit, sakrificave dhe gjakut i derdhit, dha kontributin e vet në luftën antifashiste nacionale shqiptare, jo vetëm për çlirimin e Kuçovës, por të gjithë Shqipërisë. E përshëndesin dhe falenderojnë për bashkëpunimin që pushteti vendor bën në organizatat tona, në ditë të zakonshme për mbi gjitha në raste teste. Por nuk mund do të lëm pa përshëndetur edhe nxënësit dhe stafin muslimor të shkollës 8 tetor, që përkujtuan solenisht të datë të çlirimit të Kuçovës. Na presin përpara festat e mendorit, se ajo 81 vjetor çlirimi të ardheu dhe qenë tranzitorit të pavarësisë Shqipërisë, për të cilat do përgatitet të festojnë sa më mirë të gjithë së bashku. Duke e falenderuar, në shprehim njëjën tonë se dhe ju urojmë të zuar 81 vjetorin e çlirimit të Kuçovës. Na vjen dëshmorë të Kuçovës. Fjalën e ka zoti Servena Galliu, antar i kryesisë së Komitetit Kombëtar, gjithashtu dhe veteran. Atë të në shënderë dhe kënaqësi që marr pjesë në këtë ditë kaqe të shënuar dhe me ka shokë dhe shoqe të rinë dhe të reja pjesëmarrës. Unë bashkë me shokun tonë të dashur, Elir Bello,
antari kryesisë, shefi departamentit të organizatës veteranëve. Me kënaqësi e pritëm të ftesë, ju falenderoj shumë. Unë jam në një moshë që e di mirë se si ka qenë Kuçova, si është Kuçova, edhe pa tjetër dhe si duhet tjetë. Pse? Sepse 3 vjetë kam qenë këtu në vila lartë, në atë kohë isha gjeometr. Edhe shikojnë që na i marë, të i bogën, nga kuadrët kryesore dashur, ishin të mobilizuar si të shkonte sa më mirë kjo treve e madhe. Duke filluar nga këtu deri në Lispatros, deri në Margliq, se ati e shtrish gjithë degritaria e natës. Tani shumë, me lejoni që unë jam Beratas, ashtu dhe juve, e njofi mirë, Kuçovën, Beratit po e po, dhe ta shok që janë të rinjë, pa tjetër, kam një respekt, një dashuri, një ashtu për Kuçovën. Kuçova ka qenë, është dhe do tjetë zemra jonë. Unë ja u them me sinceritet. Por me gjitha ta me lejoni që me emër të kryesisë të komitetit kombëtar, edhe të shoku të li Bello që kam këtu është në Lusha, të urojnë suksese dhe përshëndetje. Të nderuar pjesëmarrës. Majni lartë këtë ditë të shënuar. Nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të vish këtu dhe të festosh shtirimin e Kuçovës. Në emër të kryesisë, të kryetarit dhe sekretarit të përgjithshëm të komitetit kombëtar, ju uroj shëndet, jetë gjatë, suksese në detyrat tuaja dhe gjithmonë për të mira u haqit i falenderoj. Gëzuar të gjithëve! Mirë, më takon mua tani ta bëj të mbyllje, se ne kishim përgatitur edhe një program tjetër me fëmijët, me këngë dhe poezi kushtuar luftës dhe partizanët. Shiu nuk na lejoi të vazhdonim, e nisëm me diell ka vajza diell që ndriçon, po na mbyllën të shim. Gjithsesi faleminderit, gëzuar 81 vjetorin e çlirimit të qytetit tonë. Faleminderit.